Në Maliq, një tragjedi e rëndë tronditi banorët ditën e djeshme ku një zjarr shpërtheu në banesën e familjes Azizdari duke i marrë jetën 40 vjeçares, Rahime Azizdari dhe djalit të saj 14 vjeçar. Ekspertët e zjarrfiksëve dhe grupi hetimor u rikthyen sot në vendngjarje për të mbledhur prova dhe dëshmi që mund të ndihmojnë në përcaktimin e shkakut të zjarrit. Paraprakisht dyshohet se flakët u shkaktuan nga një copë druri, por hetimet vazhdojnë për të konfirmuar shkakun e saktë. Një fëmijë i familjes dëshmoi se vajza 6 vjeçare kishte pësuar djegje të shumta gjatë përleshjes së me flakët, ndërsa nëna dhe djali humbën jetën si pasojë e asfiksisë. Vajza është transportuar në QSUT në Tiranë dhe ndodhet në gjendje kritike duke marrë kujdes intensiv. Familja e cila jetonte në kushte të vështira ekonomike do të përfitojë mbështetje nga bashkia e cila ka njoftuar se do të ndihmojë me strehimin dhe shpenzimet mjekësore për të mbijetuarën. Ngjarja ka lënë komunitetin vendas të tronditur, ndërsa fqinjët dhe autoritetet shprehen shqetësimin për sigurinë dhe nevojën e masave parandaluese ndaj rreziqeve të tilla në banesë. Hetimet do të vazhdojnë për të sqaruar të gjitha rrethanat e tragjedisë dhe për të marrë përgjegjësitë e mundshme, duke siguruar që një situatë e tillë të mos përsëritet.